Maqedonia ecë ngadalë. Sipas vlerësimeve të paraqitura në ngjarjen për përmirësimin e barazisë gjinore në udhëheqje dhe menaxhim, do të na duhen pothuajse 6 dekada për barazi të plot gjinore. Aktualisht, gratë në Maqedoni fitojnë dukshëm më pak se burrat. Ekziston një hendek deri në 28% në disa grupe dhe ato zënë parafërsisht nga 15 deri në 25% të pozicioneve në borde drejtuese, ndërsa pjesëmarrja e grave në fuqinë punëtore është rreth 42%, që do të thotë se afërsisht 58% nuk janë pjesë e tregut të punës. Prandaj, një nga mënyrat për përmirësimin e gjendjes është zbatimi i direktivës europiane që garanton pjesëmarrjen e grave në biznes. Со овој чекор ќе ни требат 57 години за да постигнеме родова еднаквост. Се надевам дека нема да чекаме 57 години и сите треба да преземеме нешто врска со тоа. Во компаниите каде што имаме разновидно лидерство, тие подобро градат доверба со заедницата и се подобри во иновативност и во решавање проблеми. Edhe pse ka përparim, hulumtimet në vend ende pasqyrojnë pa barazi. Gratë fitojnë më pak në punë të ngjashme, më rrallë janë në pozita drejtuese, ndërsa kujdesi i papaguar në familje e kufizon pjesëmarrjen ekonomike. Ekziston hendek edhe në qasjen për avancim dhe ngritje pagash, gjë që ndikon drejt për drejt në produktivitetin dhe rritjen potenciale. Direktiva Europiane për transparencën e pagave dhe rregullën për gratë në borde sjell mjete praktike si publikimi i intervaleve të pagave, raportimi i rregullt për hendekun e paga, ndalimi i fshehtësisë së pagës, qasje më të lehtë në mbrojtjen ligjore dhe sanksione për shkeljet. Këto masa krijojnë një mjedis afarist më të mirë dhe më konkurrues. Знаеме дека Светската банка во своите студии ширум светот има покажано дека доколку успееме не само во лидерството, туку ако имаме еднакво учество во на пазарот на трудот, може да постигнеме помеѓу 10 до 15 раст БДП во секоја засегната земја. Për ekonominë e Maqedonisë së Veriut, zvoglimi i hendekut gjinor do të thotë norma e lartë e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës me një bazë më të gjerë aftësish, produktivitet dhe inovacion më i lartë në firmat me struktura të qarta pagash dhe udhëheqje të larmishme, bruto prodhim vendor më i madh përmes shfrytëzimit të plotë të kapitalit njerëzor dhe sipërmarrjes së grave, qasje më e lehtë në kapital për kompani që demonstrojnë barazi gjinore dhe transparencë. Përvoja nga rajoni tregon se ligjet për barazinë gjinore japin rezultate kur janë të lidhura me objektiva të qarta dhe sanksione, ndërsa sektori financiar mund të jetë katalizator përmes qasjes në kredi për bizneset udhëhequra nga gratë, programeve të mentorimit dhe ndjekje sistematike të rezultateve. Имавме навистина долга и успешна кампања каде што секој политички лидер вети поддршка за измените, меѓутоа сепак потребно беше доста време. Измените се беа донесени дури во август 2025 година, како што спомене и Емина. Имаме финансиски казни за компаниите кои што не ги почитуваат обврските од законот, но и во бидејќи регистрацијата треба да се обновува секоја година, да не може да се регистрира и ререгистрира годишно компанијата доколку најмалку 40% од жените не се застапени во одборите, значи на помалку застапениот род, и 33% од помалку застапениот род да биде дел во извршните позиции во секоја голема приватно јавно предпријатие. Mesazhi nga kjo tryezë rrëmbullakët, ku morën pjesë pothuajse të gjitha gratë nga Maqedonia që kanë rëndësi në rrethet e biznesit, ishte i qartë. Pa transparencë, masa aktive për uljen e hendekëve dhe përfaqësim më të madh të grave në vendimarrje, 57 vjet në barazi gjinore do të mbetet një numër real. Prandaj, duhet me shpejtësi harmonizimi me rregullat europiane dhe zbatimi i tyre real në kompani dhe institucione. Kjo do të ishte rruga më e shkurtër drejt një rritje më të shpejtë dhe një shoqërie më të drejtë.